Vazhdoj me temën e dytë, që do të njihemi për sot. Tema e dytë bën fjalë për të ardhmen e zhvillimit të rajonit perëndimor. Në këtë temë do të njihemi me dy çështje. Çështja e parë është rëndësia në rritje e rajonit perëndimor. Dhe çështja e dytë është zhvillimi i rajonit perëndimor në raport me rajonet e tjera. Le të shohim çështjen e parë. Pra rëndësia në rritje, gjithnjëherë në rritje pra e rajonit perëndimor. Rajoni perëndimor do vazhdojë të jetë dhe në të ardhmen në rajoni më rëndësishëm i vendit dhe gjitha drejtimet. Bazën e zhvillimit për të ardhmen e përbën jo vetëm potencialet natyrore, por edhe njerëzore, ekonomike, financiare, të përqendruara në këtë rajon. Popullsia pritet të rritet dhe nëpërmjet shtimit natyror të vetë popullsisë që ka rajoni, si edhe nëpërmjet vazhdimit të ardhjes së popullsisë në këtë rajon nga rajonet e tjera të vendit. Kjo rritje e popullsisë do të shoqërohet me ndryshime të treguesve të strukturave moshore, gjinore, sociale e tjera. Rëndësia e qyteteve dhe shtimi i popullsisë së tyre gjithashtu do të jetë në rritje. Kjo ecuri e rritjes së rajonit mund shoqërohet edhe me problematika si integrimi i popullsisë ekzistuese me atë të ardhur, keqësimi i situatës në tregun e punës e tjerë. Për të shmarrur këto probleme, duhet të hartohen strategji të qarta dhe afatgjata. Rajoni do vazhdojë të fuqizohet dhe nga ana ekonomike, për shembull në sektorin e shërbimeve, pasi këtu kemi popullsinë më të madhe të vendit, pra konsumuesin më të madh të mirave materiale. Kjo ndikon jo vetëm në shërbime, por gjithashtu edhe në tregti, transport, turizëm e tjerë. Bujqësia pritet të ketë rritje në prodhim, jo vetëm për rajonin e vendit, por edhe për eksport. Industria veçanërisht e lehtë, tekstile dhe ushqimore ka mundësi të ngrihet nga pozicioni në shërbim të firmave të huaja drejt atij prodhues. Çështja e dytë që do të trajtojmë është zhvillimi i rajonit perëndimor në raport me rajonet e tjera. Zhvillimi i mirë dhe i qëndrueshëm i rajonit do të sillte efekte pozitive jo vetëm për të, por edhe për gjithë rajonet e tjera të vendit. Zhvillimi i qëndrueshëm i rajonit kuptohet i lidhur dhe me zhvillimin e rajoneve të tjera, pasi në rastin kur situata do të përkeqësohej në këto rajone pra në rajonet e tjera, do të rritej përqendrimi vetëm në rajonin perëndimor. Prandaj duhet 1. Hartimi i planeve dhe strategjive jo vetëm për këtë rajon, por edhe për rajonet e tjera të vendit. Dhe 2. Forcimi i lidhjeve dhe bashkëpunimit mes rajoneve dhe realizimi i qëllimeve të përbashkëta për zhvillim. Kaq ishte edhe për sa i përket temës së dytë. Deri radhës tjetër, miru ndëgjoshi.